Ky automjet u bë cak i grabitjes armatosur mëngjesin e së premtës në dalje të autostradës në fshatin Duhël të Suarikës. Ngjarja sipas policisë ndodhi teksa automjeti ka kryer shërbim për post private. Shaqir Bytyqi, zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, tha se viktima me inicialin A.B, i moshës 44 vjeçare, ka raportuar se është sulmuar nga persona të panjohur dhe se janë marrë disa zarfe brenda të cilëve dyshohet se ka pasur edhe para. Persona të panjohur për ta kanë dalur në dalje të autostradës në Duhël edhe në anë të kërcënimit kanë grabitur nga shumë të saktuar, faktikisht kanë grabitur disa zarfe që ai ka pasur, fillimisht ai nuk ka ditë shumën e parave që dhe gjanë, për shkak se zarfet kanë qenë të mbyllura. Sipas viktimës, pasi që edhe një herë shikimi dhe marrë informata të tjera, një është kuptuar që pse fillimisht nuk është ditë shuma e grabitur është tipo 10.000 euro, rreth 10.000 euro, 10.100 euro diçka. Për këtë rast, Bytyqi tha se janë 3 të dyshuar të cilët menjëherë pas grabitjes janë larguar nga vendi i ngjarjes. Viktima nuk ka lëndime, personat kanë qenë 3 persona të armatosur me armë të shkurta, njëri ka qëndruar në automjet dhe 2 kanë dalë të kanë grabitur. Ata janë larguar me tani në drejtim të panjohur me një automjet që dyshohet apo sipas viktimës mund të jetë Golf. Në polici thanë se janë duke u marrë me hetime me qëllim të identifikimit dhe arrestimit të dyshuarve. Sipas policisë, në rajonin e Prizrenit me rrethin nuk janë të raportuara raste të shumta të grabitjeve, por se për ato që janë raportuar, personat e dyshuar janë identifikuar dhe janë arrestuar.